Posh Allah më bën çka. Se imam, posh Allah më bën. Po. A ti obligimin imu tani? Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam ka thonë prej hakut muslimonit dhe muslimonit është edhe ibrar al-qasam. Ibrar al-qasam është mja çun vend betimin. Ja çun vend betimin. Nëse një musliman ty të betohet në Allah subhanahu wa taala, me bani punë të mirë, prej hakut të tij është mja çun vend i betimin. Thot për shembull, yani thot pashallah kimë bashit punë ose thot pashallah hajde pse s'është mirë me bë këto në esencë muslimani, thot mirë po nëse të lutem me Allahun subhanahu wa taala, thot edhe betohet ja çon vend, thot betimin, ja çon ti në vend betimin nëse nuk ka gjuna ndaj Allahut subhanahu wa taala në atë betimin e tij, në atë betimin që ai e bën atë. Që ka një hadith për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që thot sa ka për njerëz që janë thot me këshyr rrobat i kanë të këqija, është i varfër. Nëse vjen te dera diku na shtyn pe dera se lan me hit te dera se thonë si ti kërkush ja thot. Thot la aqsama ala Allah la abarra. Thot mu betuaj në Allah, thot Allah e kishun vën betimin e tij. E kishun vën Allah subhanahu wa taala betimin e tij. Thot pashallah komendohet se kjo punë Allah subhanahu wa taala për mirësisë që ka ndaj atij robi e çon në vend çat punë. Nëse ai rob është i ka thot lidhet e mira me Allahun subhanahu